njerëzit e atëhershëm që e kanë vrarë, kanë kryqëzuar, thojmë, megjithatë nuk ju ka kthy me të keqe, domethënë madje është lut për ta falju atë se nuk dinë çka janë tu bë. Mesazhi kryesor është dashuria fiton. Fiton Zoti edhe kur i le personat edhe qoftë edhe me gabue siç kanë qenë edhe njerëzit e atëhershëm që e kanë vrarë, kanë kryqëzuar, thojmë, megjithatë nuk ju ka kthy me të keqe, domethënë madje është lut për ta falju atë se nuk dinë çka janë tu bë, i drejtohet Zotit Jezu Krishti si njeri, se ne besojmë që Jezu Krishti e ka marrë natyrën tonë njerëzore, sepse natyra jonë është e ranë, e rrëzume, e plagosur. Domethënë diçka që ka ra, du të me marrë për me mujt me ngrit. Në këtë kuptim është mjaft shpirtërore, do të thosh edhe mistike. Me shembullin e Jezu Krishtit, pastaj ne aftësohemi me imitu, ose ma mirë me thonë me mishnue sjelljet e tina ndaj të keqes, ndaj padrejtësisë, ndaj edhe goditjeve të jetës, si me thonë. Në këtë kuptim edhe po nuk mbesim vetëm te kjo, sepse kjo është e bashkuar, domethënë jo vetëm vdekja si vdekje, por gjithmonë e ndalidhem edhe me jetën edhe me ringjalljen, kuptimin që Jezu Krishti është shfaq, është dëftuar masanej. Po kjo është një ngjarje që e tejkalon edhe natyrën, si më thënë, se është çështje mbinatyrore që i ka do specifikat veta. Pra, kjo kishte me qenë porosia thelbësore, domethënë me ngjalljen e Krishtit gjithë jemi të ftuar edhe guxojmë me pas shpresë sa do që duket situata e pa shpresë, megjithatë dashuria fiton, Zoti fiton mbi vdekjen.